Kjo nuk është thjesht një vilë smart siç e dëgjojmë zakonisht në treg, por është një vilë totalisht e automatizuar. E konceptuar që në fazat e projektimit për të funksionuar në mënyrë maksimale, në mënyrë autonome me veprimet minimaliste nga banorët e saj. Vila i përshtatet momentit, temperaturës, ndriçimit dhe cilësisë së ajrit. Me që përmendëm dhe cilësinë e ajrit, në këtë vilë kemi të implementuar edhe sensor shëndeti që monitorojnë cilësinë e ajrit, oksigjenin, monoksid dhe dioksid karboni dhe kimikatet e detergjentëve dhe në rastet kur duhet vënë në punë rekuperatorët e ajrit dhe sigurojnë një jetesë të sigurt dhe të shëndetshme brenda mureve të saj. Kur përmendim sigurim, kuptojmë një siguri 360 gradë dhe siç e tha më herët, kjo nuk është një vilë si gjithë të tjerat. Nëse në Shqipëri nuk ka mbaritur ende gazifikimi i një vendit, atëherë këtu e kemi. Gazi përdoret në sistemet e gatimit dhe të ngrohjes me sisteme qendrore dhe monitorohet me sensorët e TIS Control për të parandaluar çdo avari dhe problematikë që direkt do të cënonte pronën dhe sigurinë e banorëve të saj. Patjetër që në vilë kemi të implementuar kontrollin e sistemit të ndriçimit, kondicionimin VRF që është me 32 zona, kontroll të grillave e të perdeve që i shohim në çdo objekt tjetër smart. Në vilë, me Matrix 4x4 nga TIS Control, mund të menaxhohen 8 televizorë të ndryshëm, ku secili source i përzgjedhur nga banorët e saj, Tring, Digital, Xbox e të tjerë. Dhoma teknike, një vepër arti, ku i gjithë ky sistem kërkon një backbone solid dhe të besueshëm. Përveç se kontrollit autonom të shtëpisë, klientët kanë zgjedhur dhe një miks mes çelësave konvencional për kontrollin e tyre dhe atyre të serisë Titan, të cilët janë të personalizuar. Në një video të vetme, nuk mund të përmbledhin gjithë eksperiencën që përjetohet në këtë vilë. Nëse je në fazën që po ndërton vilën tënde, përpara konsultohu me ne. Keni parasysh vetëm një gjë. Kjo vilë është përfunduar përpara 2 vitesh. Imagjino se sa shumë funksione mund të implementohen tani.